Tha Ebu Bekri radiallahu anhu se një dit isha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku erdhi një burr e na dha selam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia ktheu selamin dhe uli afërt. Pasi që përfundoi vizitën, ai u qua dhe shkoi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ja Eba Bekër, këti burri i ngrihen veprat e mira çdo ditë, aq sa kanë veprat e mira gjithë banorët e tokës." Ebu Bekri radiallahu anhu i tha: "Ja Rasulallah, po me çka e ka arrit ai njeri këtë mirësi?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Ebu Bekër, ai çdo herë në sabah më dërgon nga 10 salavate, të cilat salavate janë si salavatet e gjithave krijesave të tokës." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men salli alayya salatan wahida, sallallahu alaihi biha 10." Kush më dërgon mua bekime salavate një herë, Allahu Dhul Gjelal do ta bekoj mëshiroj atë 10 herë. Pastaj shkoi Gjibrili alayhis salam dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Men salli alayka sallaytu alayhi, wa man sallama alayka sallamtu alayhi, fasajadtu lillahi shukra." Ja Rasulallah, kush të bekon ty të dërgon salavat, unë do ta bekoj atë, dhe kush të dërgon përshëndetje, unë do t'i dërgoj përshëndetje atij. Dhe nga mirënjohja që kishte Gjibrili alayhis salam, i ra në sejdë Allahut Dhul Gjelal.